Çështja është se ai po mbahet në Serbi edhe atje duket se ka pasur një hetim I cili nuk është përfunduar asnjëherë dhe është vështirë të besohet se ajo elitë politike do të jetë në gjendje të dorëzojë Radojqiqin, sepse po e dorëzoi Radojqiqin do ta inkriminojë edhe vetveten, sepse Radojqiq nuk ka operuar në Kosovë, nuk ka bërë ato krime, ato aktin e agresionit në kryen veti, ka qenë plotësisht I sinkronizuar, I mbështetur, I financuar nga shteti serb. Do të jetë kjo një betejë e gjatë, por mirë se është, sepse ne kemi një të vrarë në Kosovë, Afrim Bunjakun lidhur me atë akt agresioni, dhe duhet gjithsesi të jemi edhe proaktiv, edhe kërkues, edhe të bëjmë presion në arenën ndërkombëtare që ai presion të rikthehet tek Serbia në mënyrë që të ecë tutje, pra.